konstaton se të pandehurit e lartë cekur nuk prezentojnë sot në gjykat, për të njëjtin gjykata themelore në Prishtinë, departamenti special me datë 15/04/2025, në gazetën zyrtare, në vetë faqen e prokurorit të shtetit dhe në vetë faqen e gjykatës që zhvillohet procedura, ka publikuar ftesën për seancë së bashku me aktakuzën e ndryshuar të datës dhe me numër të njëjtë, përmes ftesës ka ftuar të akuzuarit e lartë cekur me të dhënat personale si dhe shkresat e lëndës që të marrin pjesë në seancën fillestare të caktuar me datë të sotit 16/6/2025 ditë e hënë në ora 10, pra kësaj gjykate janë njoftuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës se në bashkëkryer kanë kryer vepra penale, krime lufte kundër popullsisë civile, e sankcionuar me nenin 142 lidhur me nenin 22 të ligjit penal të Republikës Sociale Federale të Jugosllavisë, aktualisht e inkriminuar si krim kundër njerëzimit dhe sankcionuar me nenin 143, paragrafi 1.1, 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, janë paragrafi 1.4, 1.6 dhe 1.7 lidhur me nenin 31 të kodit penal të Republikës së Kosovës. Konform nenit 303, paragrafi 8 të KPRK-s, gjykata ju ka bërë thirrje të akuzuarve të lartë cekur që të dorëzohen dhe të paraqiten sa më parë pranë kësaj gjykate, që kjo çështje penale të zhvillohet në prezencën e tyre, në seancën e caktuar në datë dhe me kohë simultane. Konform nenit 303, paragrafi 8 të kodit të procedurës penale, gjykata i ka bërë thirrje çdo personi që ka informacion relevant për vendosjen e të akuzuarve të lartë cekur që të i komunikoj dhe të informoj policinë me qëllim të sigurimit të prezencës së pandehurve të lartë cekur në këtë çështje penale. Gjykata konstaton se në këtë seancë nuk janë prezent asnjëri nga të akuzuarit të lartë cekur dhe nuk kemi asnjë informacion nga ndonjë persona apo policë për vendodhje apo persona apo nga policia për vendodhjen e këtyre të pandehurve, andaj ndaj të njëjtëve janë aktiv urdhër arrestim të kontroll, andaj gjykata në bazë të nenit 303, paragrafi 7, në rastin e veprave penale të krimeve të luftës të përcaktuar me nenin 104 të kodit penal, gjykimi në mungesë mund të bëhet edhe pa i plotësuar kriteret e parapara me këtë nen për praninë të akuzuarve, pasi që gjykata bindet se në rastin konkret janë bërë përpjekjet e arsyeshme për të njoftuar të akuzuarit e lartë cekur për shërtimin fillestar dhe për të asiguruar prezencën e tyre në këtë çështje penale. Andaj gjykata konform nenit 303 paragrafi 4 i kodit të procedurës penale merr atë vendim. Bëhet gjykimi në mungesë ndaj të akuzuarve Momir Stojanović e të tjerë të konstatuar si më lartë, për shkak se janë plotësuar kushtet ligjore nga neni 303 paragrafi 7 dhe part 8 të kodit të procedurës penale. Të pandehurit e lartë cekur do të mbrohen gjatë gjithë këtij procesi gjyqësor nga avukatët e pranishëm këtu në sallë të konstatuar si në hyrje të këtij proces verbali. Andaj gjykata konstaton se janë plotësuar kushtet në mbajtjen dhe vazhdimin e shërtimit fillestar në këtë çështje penale me radhë vendim. Shërtimi fillestar i hapur për publikun. Speciale e Republikës së Kosovës, Departamenti për Hetimin e Krimeve të Luftës, me datë 23/12/2024, ka ngritur aktakuzën me numër PPS nr. 60/2010 kundër 53 të pandehurve, të cilat gjykata dhënat e tyre sapo i verifikoi, të gjithë në mungesë, sepse në periudhën kohore 1998-1999, në fshatrat e komunës së Gjakovës, gjatë kohës së luftës, duke vepruar në bashkëkryer si pjesë ndërmarrëse së përbashkët kriminale të pandehurit secili në cilësinë e Nëni Momir Stojanović, shefi Departamentit të Sigurisë së Komandës së Korpusit të Prishtinës, në 2 Sreten Çamović, shef i Departamentit të Shtetit për Siguri, në 3 Nikola Miçunović, komandant i njësive rezerve dhe mbrojtëse territoriale, 4 Milovan Kovačević,
shefi sekretariatit të punëve të brendshme në Gjakov, Sergej Perovic, shefi sigurimit në brigadën 52 të artillerisë dhe raketave të mbrojtjes ajrore në garnizonin e Gjakovës, Korpusi i Prishtinës, Armata 3. 6. Veroljub Zhivkovic, komandanti komandos pararoj dhe shefi shtabit të Korpusit e Prishtinës. 7. Milan Kotur, shef i këmësërisë në komandën e Korpusit të Prishtinës. 8. Radomir Çolić, komandant i njësisë posebna jedina policia PJP të policisë së Gjakovës. 9. Danilo Zečević, ndihmës komandant i njësive PJP në Gjakov. 10. Dragutin Jusifović, komandant i stacionit policor në fshatit Ponoshevsk, komuna Gjakovës. 11. Franko Simatović, komandant i informacionit paramilitar i jedinica za specijalne operacije JSO. 12. Momčilo Stojanović, komandant i mbrojtjes territoriale. 13. Vlatko Vuković, komandant i batalionit të 2 të brigadës së motorizuar. 14. Ilija Todorov, komandant i brigadës 63 parashutiste. 15. Stevo Kaponja, komandant i batalionit 52 të policisë ushtarake. 16. Dragan Zhivanović, komandant i brigadës 52 raketave artillerike. 17. Miloš Gjoshan, komandant i brigadës 52 e raketave artillerike. 18. Predrag Stojanović, polic. 19. Dimitrije Rashović, polic në stacionin policor në Gjakov. 20. Miloš Stjepanović, polic në stacionin policor në Gjakov. 21. Aleksandr Peković, polic. 22. Živko Vukasinović, polic. 23. Milutin Novaković, polic në stacionin policor në Gjakov. 24. Sokol Abazi, pjesëtar i mbrojtjes territoriale. 25. Novica Stanković, zëvendës komandant i brigadës 52 artillerike. 26. Misho Popović, ndihmës komandant për punë operative në detashmentin 113 të mbrojtjes territoriale. 27. Milan Lovicević, polic rezerv. 28. Nenad Rajčović, punëtor i sigurimit të postës në Kosovë, në Gjakov, përkëfalje. Muharrem Ibraj, pjesëtar i mbrojtjes territoriale. 30. Milan Slavković, shef i departamentit të kufirit të huajve dhe çështje administrative në MPP Gjakov. 31. Dragan Isailović, punëtor i elektrodistribucionit. 32. Sasha Antić, komandant i njësisë e batalionit të 52 të policisë ushtarake. 33. Zlatko Odak, pjesëtar i brigadës 52 të raketave artillerike. 34. Savo Lekić, polic. 35. Dragan Račić, polic. 36. Miladin Novaković, komandant i stacionit policor në Junik. 37. Dragan Teković, pjesëtar i mbrojtjes territoriale. 38. Njegosha Prashević, polic. 39. Zoran Mirković, polic. 40. Dušan Paščević, rezervist i ushtrisë Jugosllavisë. 41. Ranko Vukadinović, zjarfikës. 42. Momčilo Stojanović, polic. 43. Dušan Nenadović, polic. 44. Gjokica Mihajlović, polic. 45. Mirash Gegović, polic. 46. Aleksandr Mićunović, polic. 47. Lazar Drashković, polic. 48. Mihil Abazi, polic, pjesëtar i mbrojtjes territoriale. 49. Momčilo Novaković, polic. 50. Marko Abramović, polic. 51. Smajl Beqiri. 52. Momčilo Pantić, polic. 53. Predrag Mićunović, polic. Këta kanë shkelur rënd rregullat e së drejtës ndërkombëtare, përkatësisht nenin 3 të përbashkët për 4 konventat e Gjenevës të datës 12 kusht 1949 dhe protokollët shtesë, duke kryer vrasje, torturë, trajtim njerëzor, friksim, shkatrim të pasurisë, dëbim masiv dhe spastrim etnik të popullsisë civile të nacionalitetit shqiptar në atë mënyrë që në një vrasje nga data 27 prill 1999 deri me datë 29 prill 1999 në komunën e Gjakovës, saktësisht në fshatrat Mej, Korenic, Junik, Vogov, Der, Zhuk, Batush, Koshare, Molliq,
Provin, Novokaz, Morin, Derja, Ponoshec, Pacaj, Dobrosh, Sheremet, Dallashaj, Racaj, Stubël, Nec, Smolic, Kokoc, Shishman, Babaj Bokës, Ramoc, Rypaj, Madanaj, Oriz, Duzhnje, Gusp dhe Brekoc, forcat policore dhe ushtarake serbe, duke vepruar në komandën e të panderëve të lartcekur, kanë zhvilluar një sulm të gjerë sistematik ndaj popullsisë civile të nacionalitetit shqiptar, ashtu që në muajin prill të vitit 99, pas vrasjes së policit Milutin Prashevich dhe 4 policëve të tjerë në fshatin Menjë të Panderit u mblodhen për një takim të fshet në një shtëpi private në Gjakov, ku morën pjesë edhe udhëheqësit e formacioneve ushtarake, policore dhe të sigurimit shtetëror të ish Jugosllavisë, Momir Stojanović, Nikola Mićunović, Sreten Čamović, Milovan Kovačević dhe Sergej Perović, me pretekstin e pastrimit të teritorit nga forcat të UÇK-s. Ata krijuan planin e pastrimit etnik të popullsisë shqiptare të ashtu quajtur Reka Keqe në zonën e Caragajit, ku planifikuan vrasjen e mbi 100 personave dhe djegjen e të gjitha shtëpive në shenjë hakmarrje për vrasjen e 5 policëve nga UÇK-ja. Ashtu që në implementimin e këtij plani, forcat serbe fillimisht i rrethuan fshatrat e lartcekura me automjete ushtarake dhe policore. Operacionin e të cilin kanë marrë pjesë Brigada 63 parashutiste pozicionuar në anën lindore, Batalioni 52 i policisë ushtarake i pozicionuar në mes të lugines së Caragajit, Brigada 125 e motorizuar e pozicionuar në zonën e Smolicës, Brigada 52 e raketave artillerike e pozicionuar në kodrën e Çabrakit, afër ose Kyllës, dhe Brigada 549 e motorizuar, Batalioni 2 i motorizuar. Pastaj kanë filluar që të shtohen në drejtim të fshatrave me artilleri të rënd, duke bombarduar çdo fshat dhe çdo shtëpi. Dhe në fund kanë hyrë në komsori në të gjitha fshatrat e lartcekura dhe duke shkuar shtëpi për shtëpi në kërcënimin e armëve dhe me forcë dhe kanosje, i detyrojnë civilët që të largohen nga shtëpitë të tyre dhe duke i grumbulluar në vende të caktuara, ashtu që kolonat e njerëzve të dëbuar të nisëshin në drejtim të Shqipërisë dhe gjatë këtij rrugtimi ishin të detyruar të kalojnë në për 3 pika kontrolli të vendosura në fshatrat Meje, Korenit dhe Oriz, ku gjatë këtyre kontrolleve forca serbe i ndajnë burrat nga gratë dhe fëmijët, këtë të fundit në kërcënimin e armëve i urdhërojnë që të largohen në drejtim të Shqipërisë, kurse burrat i ekzekutojnë në mënyrë të barabartë në vende të ndryshme. Me që rast, në fshatin Mej u vranë 283 civil, në fshatin Korenit u vranë 66 civil, në fshatin Pacaj 1 civil, në fshatin Dobrosh 3 civil, në fshatin Racaj 3 civil, në fshatin Nec 2 civil, në fshatin Ramoc 5 civil, në fshatin Bishtashin 7 civil, gjithsej 370 civil të nacionalitetit shqiptar, emrat e të cilëve gjenden në shtojcin 1 të kësaj akuze, trupat e të cilëve janë zgjetur në 8 bareza masive në bajtajnisë të Serbisë. Nën 2. Dëbimi, shkatrimi dhe plashkitja pasurisë. Gjatë kohës, vendit dhe mënyrës së përshkruarsin e pikën 1 të këtij dispozitivi të kësaj aktuze, forcat policore dhe ushtarake serbe, gjatë implementimit të planit ashtu quajtur Reka Keqe, kur bënin pjesë edhe të Panderit, qoftë për shkak të pozitës udhëheqëse apo drejt për drejt si kryes, morën pjesë në dëbimin e popullsisë civile nga shtëpitë të tyre, ashtu që duke përdorur një dhunë sistematike dhe gjerësisht të përhapur, fillimisht i rrethuan fshatrat e lartcekura dhe pastaj i bombarduan me artilleri të rënd, kurse në fund hynë me këmbësori dhe shkuan shtëpi për shtëpi dhe me kërcënimin e armëve i detyruan banorët që të largohen nga shtëpitë të tyre, duke i obliguar që në kolona të largohen në drejtim të Shqipërisë. Dhe gjatë rrugës për në Shqipëri, kaluan në 3 pika kontrolli të vendosura në fshatrat Mej, Korenit dhe Oriz, ju morën dokumentet e identifikimit, si dhe parat dhe gjësen të tjera me vlerë, duke i thyer dhe keq trajtuar fizikisht, pastaj i ndonë shumicën e burrave nga kolona, kurse kolona civilve përbër kryesisht nga gra dhe fëmijë, nën përcjelljen e policisë, mbi 20.000 banor
u depërtuan për Shqipëri në 2 pika kufitare në Qafruz dhe Morin, ndërsa pasuria e tyre u plaskit dhe shtëpitë e tyre u dogën me objekte banimit përcjellse. Me që rast, e tërë ekonomia familjare tyre e këtyre fshatra u shkatrua tërësisht duke shkaktuar dëm të madh material. Me këtë, e nderuar gjykat, konsiderojmë se në bashkëkryer kanë kryer veprën penale krimi i luftës kundër popullsisë civile e sankcionuar me lenin 142, lidhur me lenin 22 të ligjit penal të Ish Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë, akto. Me qenë se palit në procedurë nuk kanë diçka për të shtuar, gjykata merr mendim, seanca e shëtimit fillestar përfundon, udhëzohen mbrojtësit e të pandelëve prezent këtu në sallë që konform rregulla procedurës penale nga neni 240 paragrafi 7, në afatin prej 30 ditësh të paraqitin pra kësaj gjykate kërkesë për kundërshtimin e prova, se dhe në bazë të netit 244 kërkesë për hudhjen e aktakuzën për arsyet si në këto dispozitiva. Kështu që seanca përfundon në ora fillestare përfundon në ora 19:05.